Mirë dita mi të të YouTube-it. Sot do të prezentoj një diçka të thjesht, do të prezentoj se si mund të bëjmë një xhufkë. Këtë zakonisht të gjithë mund ta bëni, ndash të mbledhur me 2 kartona, ndash të mbledhur në këtë kartonin kështu. Por për mua domethënë që kryesorja se si mund të bëni këtë patentën e kësaj xhufkës këtu. Të kësaj. Atëherë, e bëj në këtë mënyrë. E para për xhufkën, unë e bëj në këtë mënyrë. Marr një karton që të jetë i fortë, që kur ta mbledhim mos përthyet. Edhe e mbledhim në këtë mënyrë. Unë për shembull këtu kam bërë 80 mbledhje. Te xhufka që kam bërë, e kam bërë për mbulesë tavoline, e kam bërë për këtë mbulesën, dhe kam bërë 80 mbledhje. Mbasi e kemi mbledhur këtë komplet, mbasi e kemi mbledhur, këtu kemi bërë 80 mbledhje, e presim me gërshër, dhe marrim një fije, e bëjmë në dysh. Dhe me anë të grepit, nëse nuk e fusim dot me dorë, me anë të grepit, e fusim këtu grepin, dhe e përdredhim fijen te grepi, për ta nxjerrë. Mbasi e nxjerrim, një sekond. Mbasi e kemi nxjerrë fijen, e lidhim këtu lart dhe e shtrëngojmë fort, që mos na lërohet kur ta nxjerrim. Pasi e kemi shtrënguar këtu, e nxjerrim avash nga karta dhe e lidhim edhe një herë tjetër, për të mos u lëruar. Pasi e kemi lidhur këtu, do ta presim këtu te fundi me gërshër. Dhe nuk ka fare nevojë të rrumbullakoset, sepse këtu fijet vijnë barazi. Tani, si do bëjmë patentën e kësaj? Patenta bëhet në këtë mënyrë. E fillojmë këtu, bëjmë 10 zinxhir. Se për të gjithë ata që dinë të punojnë me grep, mund ta bëjnë kollaj, nuk është nevojë që ta bëjmë në fillimi. Bëjmë 10 zinxhir. Pastaj do bëjmë 10 mbushje pa lak dhe do vazhdojmë rreth e qark 10 mbushje pa lak gjithmonë, pa shtuar asnjë mbushje tjetër. Dhe mund ta bëni një gjatësi sa mund të doni juve. Për shembull, unë kam bërë kaq, për xhufkat që bëj, se varet nga se xhufka që bëj. Nëse xhufka do jetë më e madhe, edhe kjo patenta do jetë më e madhe. Por unë do t'ju tregoja tani në fund se si është bërë ky kordoni këtu. Që edhe ky kordoni këtu i jep bukurinë kësaj xhufkës. Atëherë, për të bërë këtë kordonin, veprojmë në këtë mënyrë. Siç kemi hequr drejt, me mbushje pa lak, ja kështu, në këtë pozicion, mbushje pa lak, pa marr lak, fare, ja. Ashtu. Erdhëm deri këtu të se ka dhe një, këtu ku filloi, duket se ku mbaron rjeshti, se është nisur ka ngel fija. Dhe tash për të bërë kordonin, veprojmë në këtë mënyrë, do hecim mbrapsht. Për të bërë mbushjet ne hecim pas. Për të bërë këtë kordonin e përdredhur ne do hecim mbrapsht. Dhe do ta fusim në çdo mbushje që kemi bërë. Do ta mbajmë pak me dorë. Ja. Është kjo vrima këtu, edhe e fusim. Do më të hecim mbrapsht, pa marr lak edhe këtu te kjo. Në këtë mënyrë. Është shumë e kollajshme, mund të bëhet shumë kollaj. Ky kordoni për shembull, to mund ta bësh edhe kur bën bluza për shembull, ose kur bën pupa, që për mos u hapur pupa, ose edhe bluzat, më nga te bluzave që mos të hapen, ose jakat, mund t'ja bëni edhe këtë kordonin.
me thënë për të bërë këto kordoni dhe njëherë, ne do hecim në krah të kundërt. Ja. Na falni edhe për zhurmë se jemi dhe në anë trukës edhe dëgjojnë xhumat e makinave që marrin vlerat. Tashti. E mbarojmë këto tani kordonin, edhe e presim që i fjen e gjatë, që e fusim na brenda, që mos të na shqepet fija. Dhe tashi, mbasi kemi mbaruar këtë, me anë të grepit, e fusim grepin këtu, edhe do kapim fijen që kemi lënë të gjatë, edhe e tërheqim lart. Kapim lart, edhe patenta futet në këtë mënyrë, duke rrotulluar, se nuk mund ta bëjmë dhe shumë të gjerë që të futet kollaj, sepse pastaj nuk do duket e bukur, ajo do risi e shqyrë, domethënë, patenta e madhe, xhufka e vogël, nuk do duket mirë. Edhe e tërheqim kështu. Këto janë patentat. Janë shumë të thjeshta, por nuk e di për mendimin tim janë të bukura dhe bëhen kollaj. Jo se ato të jashtë janë të bukura, shumë bukura janë ato, po varet se për çfarë mund t'i përdorësh, ato që janë rrumullake pop kron. Këto përdoren për tavolinat, kumbulesat e tavolinave. Këto mund t'i përdorësh edhe kur bëhen kur ke perdet e trasha për shembull dhe mund t'i hapësh për të hyrë ajri ose drita, edhe i kap me këto. Po për të bërë ato për shembull janë kordonet më të trasha që ti bësh këto gjëra. Kjo ishte dhe video për sot. Unë ju falenderoj që ju ndihni videot e mia dhe miru dëgjofshim në videot e radhës.